Mirë mbrëma të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të analizuar dhe për të komentuar pak ngjarjet, dinamikat dhe dashuriçkat. Do të flas për Selinën. Selina nuk ka nevojë ta ketë gimbon afër vetes. Selina di ta kontrolloj gimbon edhe nga brenda shtëpisë. Tani ka nga këto konfuzët që bëjnë analiza që Selina nuk është e dashuruar, Selina e ka përdorur marrëdhënien me gimbon, Selina nuk e do gimbon, e ka patur vetëm për lojë, por jo. Selina është shumë e dashuruar te gimbo, e do gimbon dhe i mungon gimbo brenda. Tani ju do thoni si e kuptoj unë dashurinë? E kuptoj sepse Selina ka një karakter interesant. Do me thënë, është një vajzë e cila nuk dorëzohet lehtë, pa marrë parasysh se çfarë emocionesh të ketë nuk dorëzohet, dhe unë mendoj që karakteri i saj, ajo egoja e saj e madhe, ai uni i saj i madh, e ka bërë që Selina të rëshket në emocione tek gimbo, e ka bërë që Selina të mos të di të kontrolloj veten e saj. Unë mendoj që ditën e sotme ajo i çonte disa mesazhe gimbos sepse është në një siklet. Selina nuk e thot, por ndër fjalë thot me shëndritin që jam në një siklet, si është gimbo jashtë, si qëndron gimbo, si qëndron marrëdhënia jon, por gimbo nuk do të thotë që nuk e do. Gimbo thjesht është duke shijuar suksesin e tij dhe famën e tij nëpër koncerte, nëpër mbrëmje si DJ, tashmë jo vetëm si DJ i gjestit, por si DJ shqiptar, por me patjetër duke mos e lënë anash fare Selinën. Unë e shoh që produksioni nuk përdorën asnjë lloj informacioni kundërdrejt marrëdhënies së Selinës edhe Gimbos. Ajo sot nga shtëpia i çoi një mesazh Gimbos duke i thënë: Gimbo, kujdes se çfarë po bën, se unë të ndjek. Do me thënë, Selina e ka akoma në shpirt, akoma e ndjen atë marrëdhënien me Gimbon. Si mendoni ju? Do jetë Gimboja djali që do ta pret me lule në finalen e madhe Selinën?